Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës në dorën e Allahut është gjithçka dhe ai është rregulluesi. Njeriu që jeton në këtë botë, përballur me stuhitë e jetës, padrejtësitë dhe sprovat, shpesh ndjen dobësinë e vet dhe kërkon një pikë mbështetjeje që nuk lëkundet. E vërteta absolute që i jep qetësi shpirtit është kjo: gjithçka është në dorën e Allahut dhe ai është rregulluesi i çdo gjëje, i gjithësisë, i fatit, i drejtësisë dhe i shpërblimit. Allahu i madhëruar nuk është thjesht krijuesi i gjithësisë, por gjithashtu ai është al-Mudabbir, pra ai që rregullon me urtësi çdo gjë në mënyrën më të përkryer dhe më të drejtë. Kjo e vërtet përmendet shpesh në Kuranin famëlar dhe theksohet gjithashtu në mënyrë të thellë në hadithet e profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe ehli bejtit të tij të pastër alayhimus salam. Në një botë që na rrethon me trazira, padrejtësi dhe paqartësi, njeriu shpesh ndjen nevojën të kuptojë se kush është në kontroll, kush vendos rrjedhën e jetës dhe mbi të gjitha, kush është ai që e rregullon gjithësinë? Dhe përgjigja e këtyre pyetjeve qëndron në një të vërtet hynore, ku të gjithë, ai i cili beson me plot zemrën dhe është i bindur në atë që beson, thot se në dorën e Allahut është gjithçka dhe ai është rregulluesi suprem i krijimit. Le të përmendim së bashku disa nga ajetet e Kuranit famëlar që dëshmojnë mbi sundimin e Allahut xhaleshanhu. Kurani famëlar na fton të shohim gjithësinë dhe jetën me sy të besimit. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj: O Allah, sunduesi mbretërisë, ti ja jep mbretërinë kujt të duash dhe ja heq atë kujt të duash. Ti e lartëson atë që do dhe e poshtëron atë që do. Në dorën tënde është e mira dhe vërtet ti je i plot fuqishëm për çdo gjë. Ajeti 26 i surës Ali Imran. Ky ajet, pra të nderuar dëgjues dhe shikues, tregon qartë se askush nuk zotëron asgjë vetvetiu. Sundimi, lavdia, poshtërimi, mirësitë dhe sprovat, të gjitha këto janë në dorën e Zotit një dhe të vetëm, të Allahut të plotfuqishëm. Sepse ai është ai që rregullon fatet e njerëzve dhe i drejton ato drejt një qëllimi më të lartë. Allahu gjithashtu thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është përgjegjës mbi çdo gjë. Ajeti 62 i surës Zumar. Pra ky ajet na qartëson se çdo krijesë, çdo lëvizje, çdo ndryshim në të gjithë universin ku ne jetojmë, është nën urdhrin dhe sundimin e Allahut të plotfuqishëm. Sepse Allahu nuk është vetëm një krijues, por është rregulluesi i çdo hallke në jetën tonë. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sikur të ishit mbështetur në Allahun, ashtu siç i takon të mbështeteni, ai do t'ju furnizonte ashtu siç e furnizon zogun, del në mëngjes me barkun bosh dhe kthehet në mbrëmje i ngopur. Ky hadith na mëson se mbështetja tek Allahu është themeli i sigurisë shpirtërore. Furnizimi nuk është në dorën e njeriut, nuk është kursesi në dorën e punëdhënësit apo në një sistemi ekonomik, por furnizimi është në dorën e atij që rregullon jetën e gjithësisë. Imam Aliu alayhis salam, i cili është dhurata e dijes dhe urtësisë së profetit Muhammad, ka thënë: nëse do shihje vendimet e Zotit tënd në jetën tënde, do të kuptoje se mëshira e tij, pra mëshira e Allahut, të ka përfshirë në çdo hap tëndin, edhe atëherë
ku ti nuk e kupton këtë gjë. Pra ky ishte një hadith i ardhur nga Imam Aliu a.s. ku na tregon që sa hapet mbyll syt njeriu mund të ketë çdo gjë dhe sa hapet mbyll syt njeriu mund të humbë çdo gjë. Dhe çdo gjë që njeriu fiton në këtë botë dhe risku që fiton është në dorën e Allahut të plotfuqishëm. Pra imami nënvizon se edhe vuajtjet janë pjesë e një rregulli të drejtë dhe të urtë që Allahu ka vendosur, ku çdo gjë që ndodh me mas dhe me qëllim të caktuar. Imam Sadiq a.s. ka thënë, gjërat janë 3 llojesh. Njëra është në dorën tënde, tjetra në dorën e njerëzve dhe e treta është në dorën e Allahut. Mos u shqetëso për atë që është në dorën e Allahut, sepse me të vërtet ajo është më e mira për ty. Ky hadith na mëson një urtësi të thellë, se të mësojmë të dorëzohemi para Allahut për çështjet që nuk mund t'i kontrollojmë ne në dorën tonë, duke ruajtur qetësinë dhe besimin dhe duke u mbështetur se Allahu është rregulluesi më i mirë. Njeriu i dobët ai i kufizuar shpesh ngarkohet me mendime për të ardhmen, për drejtësinë në këtë botë, për vuajtjet që përjeton e shumë të tjera. Por feja e pastër islame na mëson se këto janë thjesht sprova dhe pjesë e një plani shumë dhe më të gjerë. Pra, nëse neve kemi një synim ose një plan të vogël, plani Allahut është akoma dhe më i madh që na përfshin dhe planin ton, por përfshin edhe përtej këtij plani. Prandaj, dorëzimi tek Allahu është çelësi për të përjetuar një paqe në zemrat tona. Allahu i plotfuqishëm thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu është i butë me robërit e tij. Ai jep furnizim për këtë doj dhe ai është i fuqishëm e i plotfuqishëm. Ajeti 19 i surës Shura. Dëmshuria dhe mençuria e Allahut të plotfuqishëm shfaqet në mënyra që ne ndonjëherë nuk i kuptojmë menjëherë. Mirësitë dhe sprovat janë pjesë e së njëjtës rrugë që na çon drejt përkryerjes. Në Kur'an famëlart, Allahu i madhëruar shpall qartë kontrollin e tij të plot mbi gjithësinë, ku thot: Atij i përket krijimi dhe urdhërimi, i bekuar qoftë Allahu, Zoti i botëve. Ajeti 54 i surës Araf. Pra ky ajet na mëson se nuk mjafton vetëm të besojmë se Allahu ka krijuar gjithçka, por duhet ta pranojmë dhe ta kuptojmë se ai e drejton, e mban dhe e rregullon çdo gjë në çdo çast. Krijimi nuk është një akt i shkëputur, por një proces i vazhdueshëm që ndodh përmes urdhrit dhe dijes së Allahut. Në surën Nahl, në ajetin 77 të kësaj sureje, Allahu i madhëruar thot: Vetëm Allahut i përket fshehtësia e qiejve dhe tokës, dhe çështja e orës është veçse sa një çast syri, ose dhe më afër. Vërtet, Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë. Ajeti 77 i surës Nahl. Me këtë ajet, të nderuar dëgjues dhe shikues, tregohet një mister. Dhe tregohet se asnjë mister, asnjë sekret, asnjë fat dhe asgjë që ecën në këtë botë nuk qëndron jashtë dijes dhe fuqisë së Allahut. Çdo sekond, çdo milisekond, çdo lëvizje, qoftë edhe milingona që ecën në sipërfaqen e tokës, edhe për atë milingon është i vetëdijshëm dhe i ditur Allahu xhaleshanhu dhe ai ka fuqi mbi ta. Dhe gjithçka ndodh me lejen e tij, edhe nëse ne nuk e mendojmë dhe nuk e kuptojmë menjëherë. Një ndër emrat e Allahut është edhe El-Hakam, që do thotë gjykatësi, si dhe El-Adl, që do thotë i drejti. Allahu nuk lejon padrejtësi në rregullin e tij. Edhe kur padrejtësia ndodh, ajo është e përkohshme dhe e kufizuar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Në ditën e gjykimit, Allahu do të nxjerrë drejtësinë e vërtetë për çdo shpirt dhe do të vendosë gjykim të drejtë për çdo gjë, edhe për kafshat. Kjo është dëshmi se asgjë nuk mbetet pa u rregulluar nga ana e Allahut, qoftë edhe në këtë botë, por qoftë edhe në botën tjetër. Kur të gjithë mekanizmat njerëzor dështojnë, kur bota bëhet e padrejtë, kur pasiguria mbretëron, atëherë njeriu do të kthejë syt nga qielli dhe të kujtojë: në dorën e Allahut është gjithçka dhe se Allahu është rregulluesi dhe i mirë informuari.
Ai që ka krijuar gjithësinë, ai që vendos ligjet e natyrës dhe të shpirtit, është më i dituri dhe më i drejti për të na udhëhequr. Në fjalët e Imam Zainul Abidin alayhis salam, një ndër pjesëtarëve të Ehli Bejtit të Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në duan e Ebu Hamza Themalit, thot: O Zoti im, ti je ai që rregullon çështjet kur shpresat shuhen, dhe ti je ai që hap dyert kur dyert mbyllen. Ta mbajmë të nderuar dëgjues dhe shikues këtë lutje në mendjen tonë. Në momentin që njeriu sprovohet në këtë botë, le të mbështetet në Allahun xhaleshanuhu, le të thotë la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyul azim, pra mbështeten vetëse në Zotin një dhe vetëm, sepse shpëtimi dhe zgjidhja vjen vetëm nga Allahu xhaleshanuhu, dhe të mbajmë mend këtë dua, që t'i lutet Zotit që në momentin që shpresat shuhen, le të rregullojë çështjet Allahu, dhe nëse në ato momente shumë dyert t'i mbyllen, le ta kujtoj që Allahu xhaleshanuhu është ai që e hap derën dhe e mbarson njeriu për të vazhduar më përpara. Kjo është drita që nuk shuhet kurrë. Le të jetë kjo besim për ne, le të jetë kjo një mënyrë për të përballur jetën me qëndrueshmëri, duke ditur se asnjë copës e jetës tonë nuk është jashtë kontrollit të Allahut, por gjithçka kontrollohet nga Zoti një dhe i vetëm. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju.